në momentin kur feja jonë bëhet çështje individuale, personale, nuk të intereson tjetri, kemi hupa dhe tonën ato. Islami nuk pranon këtë rregull, të feja është personale ato. Feja është e Allahut e drejtuar njerëzve. Na njerëz i këshillojmë me urtësi, me butësi, pa imponim, pa dhunë, ama nuk heshtim. Flasëm mirë gjithmonë. Duhet mi këshilloj njerëzit. Ma Allahum se s'ka thonë Allah është. Te beson Allah është, po. S'ka thonë Allah është. Po, këshilloj gjithmonë. Tendenca për me individualizu fenë është tendencë që bie ndesh me udhëzimet e fesë tonë. Do në shënjirin që aty, vllaun tanë, kojshin tanë, djalin tanë, mos i përzi. A falet, as falet, zbeson, që është i personale. Jo, Allah, nuk është personale. Pse? E qysh do tjera s'pëjën personale prapta. Apo? Do tjera s'pëjën personale. Po me fuqin maksimale tentuan të imponohen. Pse s'po më edhe mu personale pra? Andaj të ndërë, kjo është veç një lloj mënyre që me e kufizu ndikimin e fesë tek njerëzit që realisht pastaj mundet edhe me prish agjenda të caktuara. Prandaj ne si musliman, feja unë na mëson me mësu tjetër, nga se na besojmë, mi të bindun se Islami është shpallja e Allahut, është udhëzim, është dritë, është mirësi, është begati, dhe ne duhet këto me ndo me njerëzit. Po, normalisht, në këtë përpjekje duhet të jemi të kujdesshëm për njerin, për kohën, për mënyrën, për situatën. Gjitha këto janë me rëndësimi i pas parasysh. Mirë, po si proces është i pandalshëm.